A e njihni lule basanin? Do të habiteni nga ajo që do të dëgjoni për të. Bari përbëhet nga pjesa mbitoksore e thare e lule basanit ose e lulezjakut, e cila është bimë barishtore shumë vjeçare e zakonshme në zonat e ulta, buzë rrugëve dhe në vende me barishte. Lule basani ka kërcejl deri në 80 cm të lartë, gjethet e vogla të kundrejtuara, vezake, shtore ose vizake, jo të zgjeruara drejt majës, të shokta, lule të verdha të renditura në lulesa melci. Lulezon në prill deri në gusht. Në saj të esencës, pigmenteve, rrëshires dhe tanineve që përmban bima shumë e dobishme, sepse pengon zhvillimin dhe rritjen e mikrobeve në plak, puçra dhe djegje. Në këtë raste këshillohet vaji i lule basanit për përdorim të jashtëm që fitohet duke maceruar bari. Veç kësaj, bari përdoret nga goja, është i efektshëm në proceset metabolike, në sëmundjet e traktit tretës, të mëlçisë, tëmthit, të hemorragjisë në traktin tretës dhe të mushkërive. Ndihmon në pagjumësi dhe në sëmundje të veshkave. Ajo përmirëson qarkullimin e gjakut dhe shqetëson gjendjet me tension nervor. Në saj të këtyre vetive, lule basani përdoret si mjet sedativ, antifazistik dhe diuretik, i lehtë në sëmundjet të traktit tretës që vijnë nga pamjaftueshmëria e aktivitetit të stomakut, mëlçisë dhe tëmthit, në gjendje ngacmimi e ankthit, në rastet e gjumit të çrrekullt, si dhe në sëmundjet të veshkave. Mjekësia jonë popullore këshillon përdorimin e barit për mjekimin e gastritit dhe të ulçerave të stomakut dhe të duodenit. Prania e pigmentit të kuq, hipericin, që lokalizohet në gjëndra me ngjyrë të zezë në lule e gjethe të lule basanit, i jep bimës veti fotosintezibilizuese.